qytetarët dhe cili është entuziazmi tyre? Takimet me qytetarët po shkojnë mirë, për çdo ditë sipas agjendës kemi takime të ndryshme, gjithashtu edhe takimet ose tubimet qendrore të cilat janë për vende të ndryshme. Krahasuar me herën e fundit, sepse garoj për herën e dytë për deputet, pra në vitin në dhjetorin e vitit të kaluar, entuziazmi për LDK kryesisht është në rritje dhe feedbacku prej tubimeve edhe prej takimeve qytetarë është tepër pozitiv. Dhe kur po thoni se një farë forme entuziazmi është në rritje, çka besoni se ka ndikuar në rritje të përkrajes që po merrni edhe nga takimet në terren? Po ka ndikuar kjo mesazhi i bashkimit, cilët bashkimi së djathtës, kur të gjitha elementet të cilat i takojnë pjesës së të djathtës në politikë, për bashkimin, i përbashkimi madh me cilin po e quajmë, dhe kjo po besoj që është një prej faktorëve kyç i cili ka sjellë këtë entuziazëm i cili po shihet çdo ditë në rritje më tepër. Në anën tjetër, cilat janë ankesat që po i dëgjoni më shumti nga qytetarët e vendit, sepse keni organizuar gjithashtu edhe tubime të natyrës, pra hajde folim, për të dëgjuar hallet, shqetësimet e qytetarit. Po shqetësimet kryesore janë lidhje me gjendjen ekonomike dhe jetesën. Këto është ndihmat të cilat po shpërndahen në kohë të fushatave, të cilat në një farë forme janë pjesë e limoshës. Mandej probleme tjera që janë lidhje me sigurinë edhe me pjesën ndërkombëtare të komunikimit të Kosovës, pra përkatësisht mirë po fokusi kryesor është pjesa ekonomike, rritja e rrymes edhe elementet tjera të cilat po shkaktojnë pakënaqësi, pra nuk po shihet një perspektivë në rritje ose një stabilitet ekonomik. Mirë po me këto intervenimet ad hoc ka 100 euro këto me radhë në kohë fushatash, këto janë cilat shkaktojnë rritjen e inflacionit edhe probleme tjera cilat e ngarkojnë shoqërinë të ardhmen. Pra kur po i përmendni